në këtë edicion do të ndiqni. Ende pa u faturuar rryma në rritje, rriten çmimet e shumë artikujve. Me 27 qershor mbahet testi i arritshmërisë për klaset e 9-ta në Kosovë. Me humazhe ndërimi është varrosur sot gastronomi Suad Muhaxhiri. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Ende pa u aplikuar tarifat e energjisë elektrike me rritje prej 16%, çmimet e shumë artikujve po vazhdojnë të kenë rritje. Kjo situatë po vështirëson gjithnjë më shumë ekonominë e secilës familje. Madje këtë e konfirmojnë edhe disa qytetarë të intervistuar sot. Nga nesër pritet të hyjë në fuqi shtrenjtimi i energjisë elektrike prej 16%. Ky vendim po vazhdon të shqetësojë konsumatorët, sepse pavarësisht faktit se vendimi ende nuk ka marrë zbatueshmëri, çmimet e disa produkteve bazë, përfshirë bukën, kanë shënuar rritje të ndjeshme. Kjo situatë është pritur me pakënaqësi nga qytetarët, të cilët tashmë ndihen të rënduar nga kostoja në rritjen e jetesës. I kanë shtrejtuar lloj të gjitha. Çfarë të pitë kafër, çfarë të takon njerë. Për të shoqën e kom marrë bukën e theknes, 680, mashallah. Byreki gjitha i lyp. Tha, jo, shka ki rrymë, se qënë rrymë halon nuk është e rritën, po nuk e di qeveria. Qeveria unë të bajë kare, pa talët me neve. Për kushtet tona, është trajt. Edhe alo pa hinë fuqi rryma, e kanë rritë kafën, e pitëm, bukën, gjitha senet, pensionet për shembull që 7-8 vjetë i kena pa rritë, e këto për rrisin. Kësina kërkon qënë. A një bilëm 10 vjetë pa u rritë pensioni, pa u rritë rroga, këto për rritë, zysh për jetojnë popullë jonë, me këto sane. Madje edhe një tjetër qytetar u pa të jetë i shqetësuar për rritjen e çmimeve të shumë produkteve. Ale pa hinë fuqi kjo e shtajtimit të rrymës, ty kanë rritë çmimet. Kanë rritë bukën, për rritjen e tjera çmime. Ta njerëz nuk di që dojnë me rënua, që dojnë me bëha. Sidomos të benzinerat plesht, që s'po kanë më shumë 120 euro, 200 euro rrogë. E nëse rritja e çmimeve të produkteve elementare do të vazhdoj, atëherë situata mund të përkeqësohet edhe më shumë dhe jetesa po bëhet gjithnjë e më e rëndë. Prandaj do të ishte mirë që të ndërmiren masa konkrete për të përballuar këtë krizë ekonomike, shtuan disa qytetarë të tjerë. Data 27 qershor është saktuar nga Ministria e Arsimit për mbajtjen e testit të arritshmërisë. Dugaxhin Ademi, zyrtari i lartë në arsimin e mesëm të ulët në drejtorinë e arsimit në Gjakov, bëri të ditur se këtë vit testi ka 100 pyetje dhe do të mbahet vetëm një ditë. 1058 nxënës të klaseve të 9-ta në komunën e Gjakovës me 27 qershor 2025 do të nënshtrohen testit të arritshmërisë. Nxënësit do të shpërndahen në 7 qendra të organizuara për këtë stim. Kështu bëri të ditur Dugaxhin Ademi, zyrtari i lartë në arsimin e mesëm të ulët në drejtorinë komunale të arsimit në Gjakov. Testi i arritshmërisë këtë vit do të mbahet me datën 27 gjartë 2025 në një afat ku në Gjakov do të nënshtrohen do të 1058 nxënës të klasëve të 9-ta. Ne kemi organizuar në 7 qendra do të këta nxënës do të shpërndahen në 7 qendra. Zari jemi koordinim me Ministrinë e Arsimit, Ministria e Arsimit do të përpilon testin, testi do të mbahet me 100 pyetje, do të përmban 100 pyetje do thotë, edhe do të jenë lënë bazat të gjuhë shqipe, matematikë, fizikë, kimi, biologji e tjera. Ademi gjithashtu tha se testi këtë vit do të përmbajë 100 pyetje. Jo, sa i përket testimit nuk kemi ndryshim, faktikisht ndryshimi është vetëm se e kanë bërë këtë vit në një afat, do thotë. Afati është vetëm një ditë, testi përmban 100 pyetje. Testi është përpiluar nga Ministria e Arsimit dhe se gjithçka është në përputhje me udhëzimet e saj, tha zyrtari Ademi. Po faktikisht ata kanë përpiluar këtë formë, kanë parapo më mirë dhe besoj që në domenin e tyre sa është vlerësimi jashtëm edhe harton Ministria e Arsimit, kështu që është në përputhshmëri çdo gjë me Ministrinë e Arsimit, kështu që nuk ka ndonjë problem ose të lashën këtë drejtim. Organizimi i këtij testi synon të vlerësojë nivelin e njohurive të nxënësve dhe të u ndihmojë atyre në përgatitjen për shkollimin e mëtejme. Me humazhe ndërimi është varrosur sot gastronomi Suad Muhaxhiri.
Miq bashkëpunëtor dhe të gjithë ata që e njohën e vlerësuan Muhaxhirin si njëri pozitiv, punëtor, komunikues dhe person me mendësi të hapur. Qytetar, familjar, kolegë dhe miq u mblodhen sot për të përkujtuar veprin e Suad Muhaxhirit. Pranë arkivolit ku qëndronin familjarët dhe kolegët e të Ndjerit u vendosën kurora me lule. Në emër të familjes Muhaxhiri foli vajza e të Ndjerit, Ema Muhaxhiri, e cila falenderoi të gjithë që ishin pranë familjes në këtë ditë dhembjeje. Si ekspert i gastronomisë, ai solli dinjitet e përkushtim në çdo sallë pritjeje e tryezë festa, nga gëzimet më të mëdha e deri në ato momentet më të vështira në Kosovë e Shqipëri. Bashkëpunëtor i Suadit në fushën e gastronomisë, Shkelzen Jetishi, tha se i Ndjeri ishte njëri ndër shtyllat kryesore në gastronominë e Gjakovës. Sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për ta kujtuar një mik të dashtën dhe bashkëpunëtor të vyrë, por për ta nderuar jetën dhe veprën e një njeriu që la gjurmë të pashlyeshme në zemrat tona dhe në trashëgiminë e gastronomisë së qytetit tonë. Suadi ishte një ndër shtyllat kryesore e gjithë asaj që ndërtuam së bashku ndër vite. Me talentin e tij të rrallë, me përkushtimin që nuk ndalke as lodhja as koha, Suadi e ktheu profesionin në mision. Për virtytet e Suad Muhaxhirit foli edhe Hysen Sogojeva nga Oda e Hotelerisë dhe Turizmit. Dhimbja është edhe për ne, sepse kemi humbur një person i cili ja ka kushtuar krejt jetës kësaj veprimtarie shenjtë, por diçka që është natyrore duhet me pranu, e ju nuk duhet më mërzit se vetë fakti që gjithë kjo prezencë tregon se ai ka qenë një njeri i madh. I Ndjeri Suad Muhaxhiri gjithë jetën ja ka kushtuar punës në gastronomi, i specializuar në fushën e gastronomisë në Sarajevo. Përkushtimin e tij për profesionin e kishte vazhduar duke arritur të jetë një profesionist, bashkëpunëtor dhe komunikues me palët. Objektet e vjetra të pashfrytzuara në komunën e Gjakovës, të cilat konsiderohen se paraqesin rrezikshmëri në shembje, do të verifikohen përmes një komisioni për identifikimin e objekteve të vjetra në pronë publike dhe pronë private. Pranush Komani, kryetari i komisionit, ka pohuar se komisioni ka për detyrë të ndërmerrë veprime konform dispozitave dhe akteve ligjore për detyrën zyrtare që përfaqëson. Në komunën e Gjakovës ka disa javë që është formuar komisioni për identifikimin e objekteve të vjetra në pronë publike dhe private, të cilat paraqesin rrezik për shembje në zonat ku janë. Pranush Komani, kryetari i komisionit, thotë se nëse objektet janë në pronë komunale, atëherë rrezimin e tyre e bën komuna. Ndërsa objektet që janë në pronë publike, pronarë është komuna Gjakovës, ne do t'i dëmëlojmë përmes të Nderit, i cili është përgjegjësi e detyrës për punë inspektuese. Po ashtu edhe nëse ndonjë objekt është pronar, titullari i pronës është agjencia apo ministria, na do t'i njoftojmë për dëmbëlimin e atij objekti nëse konsiderohet me rrezikshmëri të lartë për banorët. Ndërsa në rastet kur komisioni identifikon ndonjë objekt me rrezikshmëri por që është në pronë private, atëherë ne lajmërojmë palët dhe pronari duhet të shemb objektin. Na si komision, në bazë kërkesave që parashtrojnë banorët atë pjesë nga vinat ta frekuentojnë, pranojmë kërkesën dhe dalim në teren për verifikimin e objekteve. Dhe objekti nëse është në pronë private dhe është objekt me rrezikshmëri, ne bëjmë njoftimin palës që ta bëjmë demolimin e atij objekti në pronë. Në të kundën të përgjegjësinë do ta merr, do ta barë taj. E në një rast për të cilën të Vesyri ka raportuar ku një person ka në pronësi një objekt të vjetruar por që paraqet rrezik për kalimtarët sidomos të nxënësit, Komani tha se duhet të shikohet aktet ligjore se çfarë lejohet në këtë drejtim. Këtë çështje unë vetëm do të marr njoftim prej kryetarit se si do të procedohet me këtë rast për mundësinë e mjeteve për me bërë demolimin e objektit. Ndërsa për objektet që paraqesin rrezik dhe janë në pronësitë e Ministrisë së Brendshme ose AKP-s, kryetari i komisionit tha se edhe këtu njoftohen palët që të reagojnë për rrënim.
Një donacion me pajisje që shërbejnë për mirëmbajtjen e hapësirave të Gjelbra i ka pranuar sot Ndërmarrja Çabrati. Ky donacion vjen si rezultati një bashkëpunimi të shkëlqyer me organizatën ECMI Kosovo dhe një projekt të implementuar bashkërisht. Organizata ECMI Kosovo, e cila vepron në Kosovë që nga viti 2004, ka përmbyllur sot një projekt të rëndësishëm për mbrojtjen e ambientit në kuadër të marrëveshjes së Gjelbërt ndërkufitare Kosovë-Mal Izi. Në përmbyllje të projektit, kompania Çabrati është pajisur sot me një donacion të rëndësishëm që ndihmon në mirëmbajtjen e hapësirave të Gjelbra dhe grumbullimin e mbeturinave. Ne fillimisht dëshirojmë që ta falenderojmë jashtëzakonisht shumë kompaninë, për shkak se kanë qenë shumë bashkëpunues, na kanë pritur shumë mirë prej fillimit që në takimet e para. Ata kanë marrë pjesë në trajnimet të cilat ne i kemi organizuar, edhe pikërisht sot pra është edhe përmbyllja e këtij projekti, me me donacionin e pajisjeve të cilat na e kemi bërë sot. Pajisjet të cilat jemi duke i dorëzuar sot janë presë të barit, gëshon për mirëmbajtjen e ambientit, për shkak se kompania Çabrati është ndër kompanitë e pakta në rajonin e Dugaxhinit që bën njëkohësisht edhe mirëmbajtjen e ambientit përveç se grumbullimin e mbeturinave dhe po ashtu dorëzimin e 50 kontinjarëve 120 litrësh. Ndërsa Behar Ferizi, drejtor në kompaninë rajonale të mbeturinave Çabrati, tha se secili bashkëpunim që ka të bëjë me mirëmbajtjen e ambientit është prioriteti i kompanisë. Ky projekt fal bashkëpunimit që kemi me ECMI Kosova, sot është ardhur në kompaninë tonë. Ky projekt është ndërkufitar Kosovë-Mal Izi, prej vitit 2014-2020, domethënë që përfshin projektin. Na kemi pas trajnime të shumta në kuadër të këtij projekti, mirë po sot bëhet finalizimi i këtij projekti. E kemi pranuar donacion prej ECMI Kosovës gërshër për mirëmbajtjen, gjelbrimit, kositëse të barit, komposter dhe kontener. Kështu që mirëpresim se cilin bashkëpunim që kemi për mirëmbajtjen e gjelbrimit dhe të ambientit. Projekti në fjalë është financuar nga Bashkimi Evropian, i cili ka përfshirë një sëri aktivitetesh dhe trajnimesh që kishin në fokus mbështetjen e kompanive lokale për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e ambientit. Hapësirat në Shkugës gjatë kësaj pranvere po vizitohen nga grup mosha të ndryshme, dikush për të ecur, të tjerë për të argëtuar, por ka edhe nga ata që zgjedhin që pas ecjes të relaksohen me një kafe. Shkugëza po vazhdon të jetë e frekuentuar nga qytetarët e Gjakovës për ecje dhe rekreacion. Grup mosha të ndryshme çdo ditë zgjedhin të kalojnë kohën në këtë zonë. Shumë natyra bukur, shumë kohë mirë, shoqër për merë, u qelë koha, na po hecim ka pak, nuk po nale me hiç. Se tash edhe mosha për bët vetën, që ka për në aman. A esni çdo ditë kësaj rrugë? Për ditë hecim, për ditë çdo mëngjes jemi këtu. E kemi bo Shkugëzën si shtëpinë tonë dytën, jemi mështërit për ditë që. Tash për shkak moshës, edhe na vyn pak me hec, dyku dalim ka ora 9, veç e bojmë që të marshutën dhe atje, kthehem ka dale, na vyn lëvizje se mosha pidon ata. Hapësirat e Shkugëzës janë shumë të mira edhe për aktivitetet fizike, thanë dy të rinj. Njëra prej tyre sportiste. Unë dal me ecë çdo ditë, ma shumë në mëngjes, është edhe orë më i pasur, edhe me që jam edhe sportiste, më bën mirë edhe për shëndetin tam. Jo çdo ditë, për shkak se unë vrapoj, me qenë se këta që dalin me ecë bën çdo ditë, po na që vrapojmë është mirë një ditë mi bë pushim për shkak muskujve. Ata që dalin me ecë mujnë vazhdimisht çdo ditë me dal. Kurse na një herë, 3 herë në javë është shumë mirë për muskuj dhe për trup. Kjo është mrekullia që e kemi në Gjakova. Është diçka e papar. Jashtëzakonisht është e mirë. Përveç ecjes dhe vrapimit, shumë qytetarë zgjedhin Shkugëzën të kalojnë kohë relaksi edhe në lokalet përreth kësaj zone. Pasionin për skulpturën, Alban Buxhovi gradualisht është duke shndruar në profesion. Impakti që mori në skulpturën e parë bëri që Albani t'i përkushtohet më shumë njështrisë artistike në fushën e skulpturës. Ka filluar të skulpturoj këto dy punime si pasionant dhe adhurues i skulpturës e Alban Buxhovi në pandemi filloi të provoj talentin e tij në art. Albani thotë se skulpturën e ka dashur gjithmonë, edhe pse nuk është i shkolluar në këtë fushë. Unë kom fillu në 2020 gjatë pandemisë, kur unë bo mbyllja tërësishme e pandemisë, dhe më thonë mbyllja tërësishme e biznesit, aty fillova unë ta eksperimentoj vetën me disa figurat vogla, miniatur,
të cilin i realizova të gjitha mirë, thash pse jo t'i provoj edhe me disa të mëdhaja. E provova me këto të mëdhaja, të mirë ka shku, prej asaj dite tash tutje unë vazhdoj me të mëdhaja. Edhe më shumë ti që më shkon për më shumë ti më flen hatër me bo figura të mëdhaja. Buxhovi thotë se kur filloi të bëjë skulpturën e parë, nuk e kishte menduar që do të bëhet profesioni i tij të cilin e bën çdo ditë. Nuk e kom pritur, unë e kom nis kjo e ka nis të qysh si natyrshëm. Do thonë, fillova me disa të vogla, ekspozo, postoni në rrjetet sociale, aty pëlqime, interesime, edhe nuk e kom ditë që mund ta marr dhe këtë gjendje këtu tash ku jam. Skulptori autodidakt tani bën skulptura të ndryshme dhe ka kërkesa të shumta nga të gjitha komunat e Kosovës. E lypin diçka që se ka dikush. Më shumë ti biznes, të thonë, ma bëni figurë që nuk e ka dikush, nuk kom qef mi pa dika. Kum bo gjitha llojet, më thonë. Kum bo prej kafshëve, flamingo, kum bo leleka, gjirafa, besa kum provu edhe me interier. Edhe me interier të brendshëm ka shku mirë dhe aty, i kum bo disa, po nuk kum vazhdu ma shumë me interier, puna vendit se hapësirën e ka minimale këtu. Nuk e kam që madhe, se kjo skulptura, si piknisje duhet më konë në hapësira më konë e madhe. 30 prilli në gjithë botën njihet si dita botërore e skulpturës dhe është caktuar për qëllim ndërgjegjësimin dhe vlerësimin e skulptorëve dhe të këtij arti. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell me temperaturat që kanë lëvizur nga 8 deri në 24 gradë Celsius. Për nesër parashihet moti Vranët e me diell me temperatura të cilat do të variojnë nga 10 deri në 25 gradë Celsius. 9 deri në 26 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtës, karakterizuar nga moti me diell. Mot me diell parashihet gjatë së shtunës me temperaturë minimale 11 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 27 gradë Celsius. Për të dielën temperaturat do variojnë nga 12 deri në 26 gradë Celsius, karakterizuar nga mot i Vranët e me diell. Mot me diell e vranësira parashihet të ketë edhe të hënën, shoqëruar nga temperaturat 13 deri në 25 gradë Celsius. Për të martën parashihet moti ndryshueshëm me temperatura që do të lëvizin nga 11 deri në 23 gradë Celsius. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Ende pa u faturuar rryma në rritje, rriten çmimet e shumë artikujve. Me 27 qershor mbahet testi i arritshmërisë për klaset e 9-ta në Kosovë. Me humazhe ndërimi është varrosur sot gastronomi Suad Muhaxhiri. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeqni në televizionin Syrisë dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.